Nëse flini më shumë se 8 orë, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Të flesh pak ose shumë është më e rrezikshme për shëndetin e zemrës tuaj. Ky është përfundimi i një studimi të ri. Në të shumtën e kohës, njerëzit që flen janë të lidhur me rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Një ulëmtim i publikuar shqyrtoi të dhënat e 116.000 njerëzve të moshës 35 deri në 70 vjeç nga 21 vende të ndryshme dhe pas një periudhe mesatare të ndjekjes prej gati 8 vjetësh, ulëmtuesit të zbuluan se persona të cilët flinin në orë të zgjatura vuanin nga problemet e zemrës. Gjithashtu, njerëzit që flinin 8 orë më shumë kishin rrezik të sëmundjeve të zemrës ose të enëve të gjakut në krahasim me ata që flinin 6 deri në 8 orë gjumë. Gjumi është thelbësor për shëndetin e njerëzit dhe njerëzit shpenzojnë rreth 1/3 e orëve të tyre duke fjetur. Gjithnjë më shumë konsiderohet si një sjellje e rëndësishme jetese e cila mund të ndikojë në sëmundjet tuaja kardiovaskulare.